po fole pa leje e fugës, shkarkohesh. Ky është mesazhi i kryeministrit. Në këtë mënyrë komentoi shkarkimin e tij nga posti i ministrit të drejtësisë Ylli Manjani. Kërkesa e kryeministrit për shkarkimin e ministrit të drejtësisë ka qenë dhe një nga përplasjet mes dy krerëve të mazhorancës, shtoi Manjani. Që për verës kaluar, kryeministri ka harxuar kohë nga puna, nga dita e tij e punës, për të bërë presion. Jo mua, se mua s'm ka kërkuar në këtë çast asgjë, por kryetarit parlamentit që të shkarkonte. Arsyeja e di ai. Ylli Manjani bëri akuza të forta për ministrat e qeverisë. Nuk është rastësishme që është tentuar që të asociohet me emrin tim, dosja Klement Balini. Dhe ndërkohë që në Tiranë bëhet thashë themi i asocimit të emrit tim me Klement Balini, në Santa Quaranta ministrat e Tiranës flinin me dashnore. Kjo është e vërteta. Flinin aty. Qëndrimi im, theksoi Manjani, ka marrë dhe mbështetjen e partnerëve ndërkombëtar, të cilët kanë patur këtë kërkesë konkrete ndaj kryeministrit. Kryeministrit i është kërkuar shkarkimi i ministrit brendshëm, jo imi. Duhet ta shkarkonte. Ja kanë kërkuar partnerët e Dimiret. Po do të shmang vëmendje. Manjani lëshoi akuzën më të fortë të këtij mandati ndaj qeverisë së koalicionit të majt. Kjo qeveri është e kapur. Është e kapur. Llogma e korrupsionit ndahet në qeveri, në gjykatë ndahet bakshishi. Dhe në qoftë se qeveria ka ndarë një llogëm korrupsionit të madhe, bakshishi në gjykatë do jetë i madh. Kjo është gjithë historia. Por një tjetër skandal ka përfshirë këtë qeveri sipas Manjanit. E dini ju që me 30 vjetor qeveria ka marrë një vendim pa u mbledhur. Verifikojnë të timsi se gjysma ministrave janë në shtetit. Ai vendim duhet marrë sigurisht se duhet shkarkuar një dekriminalizuar aty. Dhe si shembull për dështimin e qeverisë, Manjani solli rastin e Francesco Beketit, pronarit të Agon Channel. Qeveria ka dhënë 2 milion euro, e futën në qeveri një projekt vendim, 2 milion euro. Natyrisht pa dakordsinë e ministrit të drejtësisë. Për një studio avokatore që do merreshin me Beketin dhe e humbën. E humbën. Madje na krijoi një precedent të paparë ndërkombëtar ajo çështje. Se si arbitrazhi civil hyri këtë çështje penale. Nga studio e madhe 2 milion euro. E zgjedh nga qeveria pa tender. Si mund të jetë dakord ministri i drejtësisë për këtë? Janë thënë këto gjëra. Ylli Manjani, një nga eksponentët kryesorë të Lëvizjes Socialiste për Integrim, deklaroi se do të jetë pjesë e kësaj partie. Ilir Meta është kryetari i Lëvizjes Socialiste për Integrim. Sigurisht ati në planet e, po themi në drejtimin e partisë i kënojnë shumë kumërie se sa kjo që i them unë. Dhe duhet marrë vendime në mënyrë më të balancuar, ndoshta dhe më gjithë përfshirëse se sa kjo që unë them unë. Pa diskutim që unë kam dhënë ndjeni për çdo gjë Ilir Metës. Dhe më në fund fare unë Ilir Metës i mbetem mirënjohës në pjesën e mbetur të jetës time. Ndërsa në fund, Ylli Manjani e mbyll me këtë batut. Sa do zgjasim me shkelin ligjit? Sa ti jesh në majët kalit? Po kur të biesh nga kali, çfarë do bësh pastaj? Do bëhet spaku, pa marrë.